me zi të morë, me zi të kapën nuk po të lëshonin njerëzit. Basa kam lënë dhe unë një qikë vëndmi se gotë e mirë, ke parasysh edhe vinë, bëjnë. Po, dhe të duash të bësh e keqe, ti nuk dukesh e keqe, a? Bëshaka, jam realiste mallëngjyer dhe emocionuar. Një nga gjërat që më kanë ngelur në mendje ishte që nuk e prisja nga ty që shkruaje një libër me trap brenda. Po i thash shiko se arti nuk gjykohet, letërsia ashtu më erdhi çast e mund edhe e dita dhe unë prandaj do ta blej sido që të vijmë, sa unë do i blej gjithmonë. Çdo gjë që ti do shkruash sepse të vlerësoj shumë dhe sigurisht ka qenë gjë shumë e bukur, shumë e bukur për mua. Ka pasur më shumë të reja që janë drejtuar drejt librit apo ka pasur nga të gjitha moshat? Ka pasur nga të gjitha moshat, po më lër të heq veçmas përshtypje që më kanë bërë çifte që kanë ardhur për të marrë i dashur të jenë një trap dhe vajzat e reja që do ja dhuronin të dashurit. Po këtë e vura re dhe unë? Po, e vura re. Zanta i komenti, e po e marrë për dashurin. Ndonjëherë e keqja na bën të duket sikur është më e shumtë sepse është më e zhurmshme. Dhe e mira unë mendoj që vjen gjithmonë më e heshtur. Me kalimin e viteve është një diferencë që unë kam arritur ta mësoj dhe ta bëj. Dhe një e mirë që mund të më vi nuk krahasohet dhe më prek edhe më ndikon më shumë se sa 100 të këqija që mund të vinë. Dhe kjo mendoj që është një edukim edhe është një gjë që unë kam mësuar me vitet. Është një edukim që e kanë bërë njerëzit, jam shumë mirënjohëse për dashurinë e gjithë këtyre viteve dhe shpresoj shumë që ta ke merituar edhe të vazhdoj ta meritoj për aq kohë sa kam fuqi dhe do kem dëshirë të më ndjekin edhe të ndjekin punën time. Po pse ke vendosur pjesën plus 18 tek kopertina? Ai ka qenë vendimi i idealit tim të madh. Okej. I cili më kërkoi të lexoja pasazhet librit, e bëra. Pastaj ndalova një sekondë, thashë nuk mund të lexoj më shumë se janë eksplicite dhe nuk janë për moshën tënde. Atëherë më tha, "Ma, ti duhet vesh 18 plus aty, sepse në radh parë njerëzit duhet ta dinë që nuk është për një moshë caktuar." Dhe dyta do ti që tha, "Mund të shesësh më shumë?" Kështu që unë kam bërë një diskutim me shtëpinë botuese. Po, unë kam bërë një diskutim me shtëpinë botuese pikërisht për 18 plusin, por vura veto si autore se thash, "Jo, ishte një ide që më dha djali edhe dua shumë që tjetë aty pikërisht sepse ishte mendimi i tij." Si do ta përshkruajeni dën tani në këtë momente me një fjalë? Pyetje shumë e bukur. Mendoj që, nuk do ta them me një fjalë, por do ta them me një fjali. Mendoj që është koha ime ku unë kam qenë më shumë vetja se kur. Më thuash autorin e preferuar? Ja do marr sot të Nedës për shembull. Të Nedës, ke gjuar shumë për të? Pak, tani ka dalë. Ma tregosh kur ta blesh? Ku do të jesh, ku do të tregoj këtu? Po do ta tregoj. Ndodhem këtu me Mozën dhe me Kevin, me mamin dhe vllajën e Ilnisa Agollit. Në fakt një kënaqësi shumë e madhe, doja ta filloja direkt ku e keni Ilnisën sot. Ilnisa është në New York. Mos, si e humbi librin? Shiko, kam përshtypjen që ky panajir e humbi, ajo që panajirin e vitit që vjen të vi me një botim të vetin. Sa do të pyesja, kur do na vi Ilnisa me një botim të vetin? Besoj se shumë shpejt, se gati janë. Si po ju duket atmosfera sot këtu? Shiko, sa herë që bëhet fjalë për librin, është një energji e jashtëzakonshme. Kështu që shqyr që kemi evente të tilla në Tiranë dhe shqyr që afrohet publiku me librin sepse është një nevojë e jashtëzakonshme. Shumë bukur. Çfarë këshille do t'i japim të rinjve ne? Po përveç se të lexojnë, edhe ta kuptojnë çfarë lexojnë. Pse ka qenë mërzitur sot në panajirin e librit? Jo, nuk kam e mërzitur. Se ke gjetur librin akoma që do? Jo. Përkundrazi, libri më jep adrenalin të syje. Sepse libri mbetet arma më e fuqishme, besoj, dhe nuk ka zëvendjen askush tjetër. Cilin libër po kërkon sot? Unë jam kryesisht e klasikët. Ata më pëlqejnë dhe ata do marr. Dhe do marr sot Idiotin e Dostojevskit. Shumë e bukur. Do ja sugjeroje tjetër Ilnisës në një libër që duhet ta lexoj patjetër? Besoj se Ilnisa është njësh me librin. A është kusht që nusja jote e ardhshme të jetë e lexuar patjetër? Dëgjoj, kusht nuk është. Nëse ajo do ta ketë, do jetë një gjë shumë pozitive për djalin tim që e do librin
Në të kundër pasaj, zgjedhjen e bën vetë ai. Po për ty? Po, shiko, mirë do ishte se të kemi çfarë flasim, jo vetëm duke qenë se jemi dera gollësh, do merremi me librat e drejtorojit. Duhet patjetër që nusja e ardhshme e Kevit të ketë lexuar librat e drejtorojit. Dhe me këtë lloj mesazhi hapim audicionet si fillim dhe ju puthemi, përshëndesim dhe Ilnisën që është në New York. Si po duket sot atmosfera në panajirin e librit? Ajo që është e veçantë dhe unë do ta vlerësoja shumë është fakti që ka shumë nxënës dhe student që po e vizitojnë panajirin, që duhet jenë edhe kontingjenti më aktiv i lexuesve, jo vetëm i lexuesve të romaneve ose librave artistik, po edhe librave të tjerë që janë libra shkencor, libra studimor, libra akademik, gjë që besoj i afron shumë me librin. Nga ana tjetër vlerësoj edhe shumë faktin që një pjesë e madhe e shpive botuese kanë dhe një libër shumë të mirë për fëmijë. Çfarë mund të jetë një frazë ngacmuese që mund na japësh nga libri yt në mënyrë që të tërhiqet më shumë publiku? Çfarë është diçka që do godista? Libri imi dedikohet sekreteve të suksesit në biznes, ku janë biznesmenët më të njohur të botës. Asnjëherë një biznes nuk ka sukses kur fillohet me idenë që do bëhesh shpejt i pasur. A mund bëhet çdo lexues i këtij libri i suksesshëm? Po natyrisht mund të marrë shumë element që të çojnë drejt suksesit nga eksperienca e tyre, dhe nëse ka edhe vendosmërinë e dur edhe idenë geniale, natyrisht i bëhet i suksesshëm. Perfekt. Profesor, do më tregosh pak çfarë librash ke bler? Unë në fakt kam marrë vetëm librat e dashamirësve, si thonë. Po jo se kam marrë libra, unë do vi ditë tjetër që do marrë libra kështu të përzgjedhur me shije. Tu ke bërë qoka, do me thënë. Qoka. Po mirë, ti vetë çfarë zhanri të pëlqen? Nuk është se kam një preferencë shumë të kufizuar, mundohem nga gjitha shijet mima. Jam atë parinë e mozaikut, çado që të jetë, çdo lloj zhanri, gjithçka e ka një gjurmë që ta lën në. Po autori preferuar jo? Klasike si gjithmonë. Shqiptar apo të huaj? Të huajt përgjithsisht, po edhe shqiptar, sidomos kasta e rilindjes, shqiptarët e rilindjes, jo këta të politikës, rilindjes. Që po të thërrisin profesor, ishe me nxënës? Me nxënës, por është një pjesë është hera parë që vim, dhe thjesht të njihen pak a shumë me panajirin se si. Mirë, çfarë i sugjeron nxënësve të tu? Po përgjithsisht letërsi për fëmijë, nuk është se mund t'i trazoj më shumë se kaq, si thonë. Çunat, çfarë librash keni bler? Çfarë libri ke bler ti? Po, çfarë ke bler? Në ndjekje të vampirëve. Do ta lexosh? Po. Po ti tjetri, çfarë ke bler? Au që s'kam bler për Si s'ke bler? Po kërkoj. Po ti goca, Kam bler këtë librin. do ta lexosh? Po. Cili është autori jot i preferuar? Naim Frashëri. E rëndësishme është që frekuentohet. Pra, kjo është hapi i parë, frekuentimi. Për sa kohë vjen frekuentimi dhe pjesa se si të tjerët veprojnë, apo se si edhe shoqëria europiane vepron, mendoj se edhe të rinë tanë shqiptar, do të jemi optimist, do të bëjmë po të njëjtën zgjedhje. Të ngacmoj pakun? Si duket këtë vit panajiri? Çik buskuq pak. Shumë e bukur je. Po panajiri si më duket këtë vit? Si do ta vlerësoje? Unë sapo kam ardhur, kam një orë, jam në tendën e Onufrit për të diskutuar dhe diskutova për librin e Gabrielës. Gabriela Mujo. Dhe Mujaj, Gabriela, i dashuri im zdruktar. I dashtuni im zdruktar. Po, është i shkruar me shumë devocion, sepse kjo autore është dhe besuese. Si mendon ti, është më thjesht të shkruash një libër apo ta shesësh një libër? As mendoj fare për këto gjëra. Po tani. Ku e gjen ti vështirësinë më të madhe për shembull? Po, nuk jetoj nga Mund të bjerë ndonjëherë mendja. të shkruash është gjë shumë e bukur, të shesësh është punë. Po mirë, nga 1 te 10, si është ky panajiri këtë vit? Unë nuk merrem me numra, merrem me fjalë. Po me fjalë. I këndshëm është shumë.